Një lajm nga ato normalet në median shqiptare. Një shqiptar kapet në Itali për trafik kokaine. Një më shumë në listën e të kapurve, një më pak në tregun e narkotikëve. Por ky shqiptari që u kap në Itali nuk na qen ka rastësor. Ky 27 vjeçar është vëllai i një deputete të Partisë Demokratike. E një deputete që me babalen lagte gojën në fjalime fushatore. Sepse fjalë politike nuk mund të ketë kamikazja e mulit që ngarkoi me shashka dhe tymuese në parlament dhe bënte aktivisten, zhurmuesen dhe reaktoren. Deputetja me mbiemrin e nxehtë Hoti e ka kallkanosur partinë ku aderon, asnjë nuk flet. Bëjnë të gjithë rolin budalla moj krush. Për të qenë serioz, nëse nesër Berisha nuk kërkon me njëherë dorëheqjen e deputetes narko hotspot të grupit të tij parlamentar, duhet i kërkojë ndjes publike Xhafës, që për vëllan trafikant u lërinte opozita në parlament dhe në media dhe Xhafa në fakt dha dorëheqjen si ministër. Pyeta për deputeten dhe më thanë që në vathën politike parlamentare e futi Lulbasha. Më pas në maratonën e parazitizmit politik, si forma e vetme për të mbjetuar, më thanë që e mban flamur noka. Çfarë aftësish kishte shfaqur kjo femër që të ishte deputete në zonën e Kastriotëve? Këtë e di Basha, por edhe Berisha që e zgjodhi sërish në listat e sigurta. Ishte kjo ndonjë personalitet në fushën e saj që të përzgjidhej për të përfaqësuar opozitën shqiptare? Kurse si, mjafton të dëgjosh një apo dy fjalë të saj të gagaçepsura dhe kupton katandin. Si dhe mjafton një kërkim në internet për të përballur me zero rekorde për pozicionimet të saj si deputete në sferën e ekonomisë, apo politikës së jashtme, apo zhvillimit rural, apo strukturimit të biznesit dhe tregtisë, nuk diskutohet që të jetë në gjendje të flasë për mbrojtje, për platforma të integruara të qeverisjes digjitale dhe tema të tjera, që kërkojnë të jesh bibliotek ambulante dhe të kesh kaluar të paktën 20 vite mbi libra dhe lexime. Kësaj mike së babales, në fushat i akuzoi bashkëshorti për trafiqe. Tani kanë kapur vëllan për trafik narkotikësh, me sasira të konsiderueshme dhe kjo hesht, por jo vetëm kjo, por edhe sekretari i përgjithshëm, edhe kryetari Berisha, edhe ata të tarafit, të rrathëve koncentrik, të gjithë kandidat të përjetshëm humbës. Heshtje nga opozita. Hoti narkospoti duhet të kishte dhënë me njëherë dorëheqjen dhe të kthehej në profesionin e saj. Nëse ka. Por kjo deputete nuk është rasti i parë dhe i vetëm. Ka edhe të tjerë në sallahanën e opozitës që janë kuthëret kiameti për nga biografia penale e familjarëve të tyre. Por janë deputet ende dhe nuk i luan topi. Berisha tani jo vetëm që duhet i kërkoj dorëheqjen deputetes, por nëse ajo nuk e jep, duhet ta përjashtoj nga grupi parlamentar, gjithashtu të detyroj 52 deputetët e tij të bëjnë testin e drogës. Atë test që i kërkonte diku Ramës, që edhe pa bërë testin, është sikur ta ketë bërë. Një parlament me deputet dement politik, majtas dhe djathtas. Një parlament me zvaranik, thellësisht hajdut dhe të korruptuar, zhytur në palitshmëri dhe trafiqe, që mbahen pas imunitetit të deputetit, që partitë i kanë korporatat e tyre dhe masakrojnë popullin. Palaçot. Partia Socialiste sigurisht nuk kërkon ndonjë babale për skandale, por si më e qetë duket prej dje, kur kokaina zbardhi krerët e PD-s dhe u bën të gjithë dele. Vëllai i deputetes Hoti është arrestuar në Itali për trafik kokaine, substancash narkotike. Berisha duhet të mbajë një standard si për Xhafën, ashtu edhe për Hotin. Gjithashtu, me që ka qejf edhe sistemin TIMS dhe sa mirë bën për socialistët, ta bëj edhe për deputetët e tij dhe të shikojmë sa herë i dalin jashtë shtetit këta të pasaportave diplomatike. Me çfarë automjetesh, të shoqëruar me kë dhe përse shkojnë kaq shpesh në Maqedoni, Maltëzi, Greqi, Itali dhe Gjetiu, sepse kemi raste të tjera në PD që u janë arrestuar njerëzit e afërt dhe partnerët për trafiqe dhe sërish ka heshtur partia e opozitës. Listat janë të Berishës, deputetët i ka përzgjedhur Berisha. Përgjegjësia e gjitha e Berishës, si edhe Ramës për të tij. Është mbyllur edhe gazeta Zëri i Popullit, edhe Rilindja Demokratike. Partitë politike mbyllën mjetet e propagandës, sepse nuk u lë më kohë pjesa e kontrabandës. Mast Channel. Please subscribe.